Teatri Petromarko vjen me një gamë të gjerë aktivitetesh gjatë muajve prill dhe maj. Drejtori i teatrit Artur Dhamo në një intervistë për Blu Televizion rendit një sër aktivitetesh, të cilat nuk do të zhvillohen vetëm gjatë fundjavave. Dhamo konfirmon se duke nisur nga sot, salla teatri do të jetë e hapur për aktivitetet e parashikuara në kalendarin për muajt prill-maj. Teatri Petromarko vjen me një gamë të mirë, do të thosha, për muajin prill dhe maj, ndoshta edhe vazhdimi i sezonit turistik. Dhe konkretisht, unë mund të paraqes një kalendar të shfaqjeve. Kjo fundjavë do të plotësohet, e pashme plotësohet me 3 repriza Familja Astari. Do të jetë prezente në Teatrin Petromarko. Përshëndetje i dashur publik i Vlorës. Unë jam Erblim Bajko, ose siç më njihni nga roli tek Familja Astari, Dedi. Kam këtu Aleksandër Gramin. Unë jam Bargderi, Boluci, ose Djalli, ose Sandri. Kam këtu dhe Jorke Broka. Përshëndetje të gjithëve, mirë se ju gjejmë. Sot do jetë një natë shumë e bukur, mezi po prisnim të vinim në Vlorë, po bëjmë një tur në disa qytete të Shqipërisë dhe zgjollëm Vlorën të parën. Po. Shfaqja Familja Astari është konceptuar si shfaqje teatri duke marrë parasysh kërkesën e madhe që kanë njerëzit për këtë skeç të Portokallisë dhe që t'i jepnim diçka më shumë duke marrë parasysh që skeçet e Portokallisë janë nga 5 minuta, ne vendosëm të bëjmë një shfaqje teatri që zgjat rreth 1 orë gjys. Është për të gjitha moshat, është për të vegjëlit dhe për të rriturit gjithashtu. Për të rriturit e vegjël. Prek shumë tema sociale, që si për shembull bullizmin, prindin që nuk ka mundësi ekonomike për të rritur fëmijët, dhe marrëdhëniet marrëdhëniet me vajzën, sakrificat e kësaj familje për t'ia dalë çdo ditë në këtë jetë kaq të vështirë, po themi. Tregojmë një realitet të familjeve shqiptare siç janë në të vërtetë, mendojmë. Kështu që mendojmë që gjithsecili që do vi, do gjej veten, dikush tek djali, dikush tek vajza, dikush tek prindi, kështu që mendoj shumë gjithëpërfshirëse, edhe ju presim gjithë në teatrin e Vlorës Petromarko. Kemi pas një feedback shumë të mirë edhe në qytetin e Tiranës, mendojmë që edhe këtu do kemi një mbështetje shumë të mirë. Falenderojmë shumë edhe Regina Group që na mbështeti këtu në Vlorë, ju përshëndesim. Jemi shumë të lumtur që kemi ardhur. Kjo është pak po e sigurt. Falenderojmë dhe teatrin e Vlorës që na mikpriti krahafur. Faleminderit. Ju mirëpresim, shfaqja do jetë të premten, të shtunën dhe të dielën. Në orën 19:00. Ose 7. Faleminderit që jemi. Ndërkohë 16 do të sjell në Teatrin Petromarko 4 artistë, në një natë të luar Zorba me repertorin e Mikis Theodorakis. 18 që do të e konsideroj risi, do të sjell në skenën e Teatrit Petromarko një brend të ri, teatrin për fëmijë, Arush Shipu, në kërkim të bishtit të humbur, me 3 aktorë të rinj, tashmë që ata në mënyrë graduale janë bërë pjesë integrale e trupës tonë, dhe shpresoj t'i kemi pse jo profesionistë në Teatrin Petromarko, e cila kjo premier do të plotësoj fundjavët. Dhamo është ndalur dhe në atë që ai e quan momenti më i rëndësishëm, që është premiera më e fundit në Teatrin Petromarko, e cila pritet të vijë së shpejti në skenë. 21 do të sjell, është një një produksion i Teatrit Petromarko, do të sjell 3 artistë virtuoz, një pianist, një trio mrekullueshme, një pianist Konstantin Tashko, 2 instrumentistë vlonjat, Enea Nushin dhe Dejon Bende, në një natë që kemi titulluar Një emocion, 2 kryevepra dhe 3 virtuoz. Për të vazhduar pastaj me 2 finalet e mëdha të Fest Artit në edicionin e 4, në data 24 dhe 25 të prillit, dhe ajo që unë e konsideroj më kryesore produksionin e teatrit, trupës e Teatrit Petromarko, që do të jetë premiera Plaçka e Gjorton me regji të Roland Mingës, scenografi të Denisheut, me një kast aktorësh të zgjedhur të Teatrit Petromarko. Nuk përfundojmë këtu. Si thua që në një farë mënyrë kemi plotësuar kalendarin e prill-majit dhe të vazhduar pastaj me qershorin që do të kemi aktivitete tjera dhe me sezonin turistik që do të jenë shohët verorte. Muajt e pranverës sjellin një sër aktivitetesh në kalendarin e Teatrit Petromarko, aktivitete që do të vijojnë më pas edhe gjatë sezonit turistik, të cilat pritet të gjallërojnë jetën kulturore të qytetit bregdetar.